Che gli lascio? E a dire per me su così Driva che sembra curta gioco del suo Yo, it's all about Erdhët në aktivitetin tonë shkollor me temë Aromë vjeshte shije gështeni. Sot, oborri shkollës son është mbushur me ngjyrat e ngrohta të vjeshtës, me aromën e gështenjave të pjekura dhe me gëzimin që sjell krimtaria e nxënësve tanë. Vjeshta është stina e reflektimit, e frytave dhe e punës së përkushtuar. Stina që na mëson të vlerësojmë çdo ndryshim dhe të gjejmë bukuri në çdo hap të natyrës. Si fillim, do të na përshëndes një koqiri i fshatit Novosel, Altin Ramadani, me një melodi me fyll. Juftoj të ndisni një prezantim interesant kushtuar frutave të vjeshtës nga nxënësit e shkollës sonë. Njerëzve ju duhet të presin vjeshtën të na shijojnë neve. Shumica njerëzve na kanë frutin e preferuar. A e di pse? Pse jemi të ëmbël kemi vitamin C, B, kalcium, hekur edhe të tjerë. Au, sa të pasura jemi me vitamine në anë të zerdha dhe të pjekura. Sa të shishme, ne jemi dy gështenja, të shishme, të ëmbla, të shishme, të ëmbla. Jam e vogël rumpullake, jam e ampull për merake, primalësi e vinën son, mirë se edhe gështenja jo. Mia e vogël kum shërmue, ami gështen sa të due, që është me konsul me gëzim e atu në gjepin tim.
vjeshtës. Mirë se erdhën në një pyll të bukur vjeshtar, ku flet çdo qese, çdo mollë, çdo rak. Kur vera ikën e vjeshta mbërrin, frutat na japin në bustjeshje, plot shije e gëzim. Por sot ndodh diçka ndryshe. Frutat kanë vendosur të bëjnë një festë të madhe. Ja pa afrohet molla, ajo vjen e para. Unja molla, e kuqe e ëmbër si mjak, rritën në dek, larë plot rritë dhe zjak. Kam vitamina, janë plot gallat, çdo mëngjes na ngajto për jetë gjatë. Përshëndetje mollë, moj mikesha ime, përshëndetje në grot dhe shumë për qafime. Edhe unë në sollash time të but, jam dardha e artë e but si pambuk, me lëkur të ndryshme nga një herë but. Opa, ervirushi me kokra plotare, të zi, të kuq, apo të bardh, jam gjithmonë ferë. Më duan të gjithë jam burim energjie. Në të rrezën e vjeshtës jam gjithmonë në krye. Rosh, ti ndryshon asnjëherë, gjithë kohës gazë zhurë. Po që të bëj kur jam fruti i festave të gëzueshme? Unë jam shega nga kopshtat të lartë të vi, me kokra si rumbin, sekretet rojnë në gjithë. Jam simboli jetës i bukurisë së gjallë, mos më nënvërsoni, kam fuqi të rallë. O sa bukur fleshe poetike, në nderove me vaqet të tua magjike. Unë jam fiku, fruti urtësisë, më gjenë në pemë, shërë mes qëtësisë, që nga lashtësia njerëzi më kanë shkruar, në libra të vjetër emri më kanë shkruar. Mosaj boj për të fjetur tani, o fik. Qëtësia nuk është për gjuhë, por është për mendim të thellë. Fëmijë të mi të ardhë, frutat e sinësime, ju sjellni një shije, gjyra dhe gëzime, por më shumë se kaq, krijoni kujtim, çdo kafshat me ju është si poezi me rim. Vjeshta mbretëresha jonë, pa ty nuk do t'ishin gjyra dhe bukurin që na thonë. E kështu, në pyllin tonë me ngjyra shije, u bën një festë ku gjithçka merr kuptim dhe hije. Frutat kërcyen, fëmijët u mësuan, se vjeshta është sina ku të gjithë u gëzuan. Sa frutat në kurgat, kjo vjeshtja është magjike, luqishje, frutat dhe përshëndetja anike. Hani fruta, rritë që shëndetshë me mirë, se natyra na fal në të sarë të lirë. Me krenari dhe shpirt kombëtar dhe të ndjekim një valle tradicionale nga nxënësit e shkollës sot.
kam përgatitur me dashuri çdo detaj për ta bërë këtë ditë të veçantë. Një festë e frutave dhe ngjyrave të vjeshtës. Të dashur pjesëmarrëse të ftuar, faleminderit që ishit sot me ne. Në emër të shkollës son, ju uroj mirëseardhje dhe çaste të këndshme. Miru takofshim në aktivitete tjera. Oh